Ditën e sotme 8 kandidatët të cilët aspirojnë në fakt për të marrë drejtimin e Gardës së Republikës do të paraqiten sot përpara komisionit të posaçëm pranë Ministrisë së Brendshme për procesin e intervistimit. 8 kandidatët janë Arjan Sopiqoti, Deniz Deliu, Faik Basha, Ilirian Hasana, Iliman Hoxha, Simon Zereci, Vasil Çuni dhe Zaja Osma, të cilët sot në fakt secili prej tyre sipas rendit alfabetik do të paraqiten pranë një komisioni i cili përbëhet prej 3 antarësh, të paktën antarët janë zëvendës ministri i Brendshëm, sekretari përgjithshëm e Ministrisë së Brendshme si dhe drejtori i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, të cilët do t'i nënshtrohen pra procesit të intervistimit. Ato do të pyeten në fakt sa i takon pyetjeve që 3 antarët e komisionit do t'i drejtojnë kandidatëve në përputhje me kriteret e vlerësimit sipas udhëzimit të Ministrit të Brendshëm numër 102 të datës 5/6/2024 që ka të bëjë konkretisht me karrierën e tyre, aspiratat e tyre për drejtimin e Gardës së Republikës. Antarët e komisionit më pas do të vlerësojnë secilin prej kandidatëve me piket e tyre, referuar kuptohet dhe dosjes të cilat ata kanë dorëzuar më herët sa i takon formimit të tyre profesional dhe më pas të gjithë pikëzimet për 8 antarët të cilët aspirojnë për të marrë drejtimin e Gardës do t'i drejtojnë ministres së Brendshme Albana Kuqiu dhe kjo e fundit më pas do t'i përcjell emrin e kandidatit që ajo pra beson për të marrë drejtimin e Gardës së Republikës pranë kryeministrit të vendit i cili më pas do ta firmosë urdhrin.